Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të sjellur pranë jush në mënyrë pak më të detajuar se si do t'jetë emisioni i Luiz Eilit. Tani që nga intervista në fakt që Luizi pati me mua, dhe më pas, Luiz Eili ka treguar që do t'jetë pjesë e televizionit Top Channel. Do me thënë aty do të startoj me emisionin e ti, aty do të bëhet Nami, në fakt, çdo të premte, një emision që duke që është emision fundjave, unë e pëlqej ditën e premte të emisionit, sepse premti adhuron vërtet dashuri, dhe pyetja më e madhe që në fakt shtrohet nga publiku është Tiron na zbërthe pak detaje se për çfarë emisioni bëhet fjalë. Me patjetër që kam arritur të siguroj informacion, do me thënë pas të gjitha zërave që janë përfolur, Luiz Eili në ekran do sjellën formatin më të ri si Late Night Show. Por si do t'jetë ky emision dhe çfarë Luizi do të sjellë pikërisht në këtë emision? Late Night Show pritet të jetë një program i natës me një atmosferë ndryshe, ku humori, muzika, intervistat dhe situatat e papritura do t'jenë pjesë e pandashme pikërisht e këtij spektakli. Luizi i njohur për spontanitetin e tij dhe mënyrën e tij të veçantë të komunikimit, pritet ta ndërtojë emisionin mbi bisedat me personazhe të njohur, batutat dhe historitë që do tërheqin vëmendjen e publikut shqiptar. Një nga pikat më interesante pritet të jenë të ftuarit. Do me thënë çfarë të ftuar do të ketë artist, do të ketë aktor, do të ketë personazh të televizionit dhe figura të njohura që mund të ulen përballë Luizit dhe të përballen me pyetje që ndoshta nuk mund t'i prisnin në asnjë mënyrë. Pikërisht këtu mund të jetë edhe një nga armët më të forta të formatit, mënyra spontane e Luizit për ta kthyer një intervistë të zakonshme në një moment tejet argëtues. Por emisioni nuk pritet të jetë vetëm bisedë. Muzika mund të ketë një rol të rëndësishëm me performanca live dhe momente artistike që japin programit atmosferën e një reality show të vërtet nate. Një tjetër element, do me thënë, kemi shumë gjëra të bukura në këtë mes. Një tjetër element që mund ta bëj light show interesant është humori. Luizi mund të sjellë batutat e tij, komente spontane dhe situatat e paplanifikuara që shpesh bëhen virale në rrjetet sociale. Pyetja që shumë fansa mund të kenë është kjo: a do të jetë ky emisioni ku Luizi do t'tregojë një tjetër version të vetes? Tani pas të gjitha atyre eksperiencave televizive dhe mënyrën se si Luizi është kyçur te publiku dhe ka treguar në fakt rrëfimet edhe jetën e tij, me patjetër që ky do të jetë një emision që do të na dhurojë vërtet një adrenalinë dhe do të shohim një anë tjetër të Luizit që në të vërtet nuk kemi patur fatin që ta shohim deri më tani. Më besoni që është një art i vërtet.